22 shtator i vitit 2015 është data që ka shënuar historinë e kuvendit të Kosovës me aksione të papara në historinë parlamentare. Për herë të parë në Kosovë u sulmua me vezë shefi i qeverisë së vendit nga deputetët opozitarë si shenjë revolte për mos transparencën dhe mos raportimin për marrëveshjet e arritura në Bruksel. Sa po doli në foltore, Mustafa u ndesh me një breshëri vezësh të cilat u hodhen nga deputetët e televizjes vetvendosje, por edhe të partive të tjera opozitare. Ju kisha lut ndëgjoni edhe pastaj. Hyrja e sigurimit brenda kuvendit kishte shkaktuar reagimin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli, i cili kishte kërkuar që sigurimi të lëshonte sallën e kuvendit dhe të mos hynte brenda. Sigurimi, kush ju tha me ju lutem, dili jashtë sigurimi. Dili jashtë shpejt. Ndonse ishte hera e parë që populli i Kosovës po ballafaqohej me një imazh të tillë, kjo pamje do të ishte vetëm e para e ngjashme në një varg aksionesh të tilla që do e karakterizonin gjithë fundvitin e 2015-s dhe pjesën tjetër të vitit 2016. Sulmet me vezë mbetën të pakta në veprimet një vjeçare të opozitës kosovare që shënuan kulmin me hedhjen e gazit brenda sallës së kuvendit e më pas edhe në sallat e komisioneve parlamentare. Një vit pas këtij akti që shënoi një lloj revolucioni opozitar, nismëtarët e saj shprehen të bindur se kjo ishte e vetmja mënyrë për të ndaluar marrëveshjet e dëmshme për Kosovën. Pikërisht për shkak të kokëforcisë qeverisë mospërfillës ndaj kuvendit, erdhen ato marrëveshje të cilat u tentua të kontrabandohen në kuvend të Kosovës për ta shpërndarë fajsinë e atyre që i nënshkruan. E vetmja formë, fatkeqësisht për t'i penguar këto marrëveshje që të mos sillen në kuvend, ishin aksionet e ndryshme që ju i keni pa për gjatë vitit. Dërguti ka thënë se fal aksioneve të tilla kanë bërë që një vit pas ato marrëveshje të mos kalojnë në kuvend, madje sipas saj kanë bërë që së fundmi edhe qeveria të reflektojë dhe të mos provokojë veprime të ngjashme të opozitës. Por krejt ndryshe është qëndrimi i qeverisë qarqin ngjarjeve që përcollen tentimin e kryeministrit për të raportuar. Këshilltari i kryeministrit Faton Abdullahu ka thënë se hedhja e vezëve në kuvend është akulturim parlamentar. Në kuvend kuvendohet, aty thuhen fjalët, ndeshen mendimet, argumentohen proceset e të tjera të ngjashme. Çdo çështje tjetër, si për shembull hedhja e vezëve apo diçka ngjashme, është përjashtuese, për më shumë ngulfatëse. Në rrethana të tjera, hedhja me vezë do të nxiste hedhjen me diçka tjetër, përrjedhoj, e keqja do të stërkeqej dhe kuvendi do të humbte atë për çfarë është i destinuar. Abdullahu ka thënë se një gjë e tillë është përjashtuar vetëm fal durimit pragmatik dhe qëllimit shtetndërtues të qeverisë. Është mirë që të mos përsëritet kjo traditë, sepse ajo në thelb jo vetëm që është përjashtuese, por edhe e kultivon traditën e akulturimit elektoral dhe parlamentar, duke zaventësuar forcën e votave me stërpikat e vezëve. Aktet e tilla janë përcjellur me kritika të her pas hershme nga miqt ndërkombëtar, ndërsa që qeveria dhe opozita vazhdojnë të jenë ende në një hatrim me njëra tjetrën, pa arritur ende një konsensus për këtë gjë.